Ju jeni një ndër aplikuesit e paketës së maleve këtu në Bashkinë e Mallakastrës. Më konkretisht, çfarë dëshironi të investoni? Po, unë quhem Dashnor Veliaj, nga fshati Lofkani i Mallakastrës. Kam aplikuar në paketën e maleve për të investuar. Aktualisht kam një fermë time me bakti të imta. Duhen të mira këtë investim nga paketa e maleve për të krijuar mundësi zhvillimi në fshatin tim. Për të ngritur disa bujtina. Për të ardhur, siç më kanë ardhur edhe njerëz të huaj shumë. Më kanë thënë që dashur pse investon, pse s'bën. Në lidhje me këtë desha të mira këtë paketën e maleve të zhvillonja agroturizëm. Aktualisht kam fermën time të kompletuar, kam baxhon time që përpunojnë bulmetin dhe tregtojnë. Jashtë. Fshati është fshati panoramik, mundësi për investim ka rrugë, ka ujë, ka drita. U sugjerojnë të gjithë fshatarët mi të kthehen të investojnë në fshat. Mundësitë janë shumë të mira të investosh. Unë bile kam qenë edhe në Amerikë 2-3 herë dhe kam pasur vend pune për të punuar atje dhe kam lënë Amerikën vetëse për të investuar në fshatin tim. Është mundësi e mirë shumë. Gjithë kjo pamje, gjithë kjo ta lësh edhe të largosh, siç kanë larguar shumë fshatarët e mi që kanë ikur, edhe atyre lusë të kthehen, të investojnë në blegtoria, në bujqësia, në ullisja. Janë shumë mundësi të mira zhvillimi. Kryesisht aplikuesit janë emigrantë, do bëni një thirrje që të ktheheshin të investonin. Po, u bëjnë thirrje të gjithë emigrantët që janë larguar nga zona e Mallakasës dhe nga fshati im. Të vinë të kthejnë, të investojnë ato 5 lekë të ardhur që kanë në fshatrat e tyre. Sot është mundësia për të investuar në fshatrat e Mallakasës. Ndërkohë keni një apel edhe për shtetin apo? Normale që kemi një apel për shtetin. Shteti do të jetë më korrekt me këta investitorë. Do t'u afrojnë mundësitë e tyre, rrugë, ujë, drita, do a bëjnë më të lehtë punën e tyre, që ata të kenë kurajën, të kenë mundësi investimin në fshat. Fshati është baza e çdo gjëje. Nga fshati vjen terr, nga fshati vjen vaj, buka, gjithë mishi komplet. Syt gjithmonë shteti duhet i hedhë nga fshati për të investuar. T'u japin kuraje këtyre të rinjve. Mos largohen siç janë larguar, se emigrantë kemi qenë edhe vetë, kemi larguar, kemi ardhur, kemi investuar në fshat. Këto janë. Faleminderit.